shtrat për betonit edhe një batanie, akuzohem që kemi kryer një vrasje në bashkëpunim unë me 2 persona tjerë, edhe sipas akuzës të ngritur nga prokurori i çështjes, me një dëshmitar të rreshme dhe manipuluar. Për vepën që akuzohem dhe jemi dënuar në të tretë, unë kam fakte dhe prova materiale që dëshmojnë dhe argumentojnë dhe provojnë pafajësinë time. Realisht, kjo akuzë që është ngrit ndaj meje dhe ndaj aty 2 persona tjerë, për mua ka qenë e habitshme, edhe më kujtohet data 5 gusht e vitit 2009, ku unë kam qenë në moshën 21 vjeçare, jam thirrur në stacionin policor dhe aty për herë të parë ma komentuan që unë dyshohem për një vepër penale vrasje, që unë shpreh habin, për atë rast se s'kom pas kurfa motivi. Mirë po, në pritje si për të lirimin, ndodhi e kundërta që mu më arrestuan dhe më vendosën në një qeli të stacionit policor. Më kujtohet ka qenë një qeli e vogël, një ambient pa kurfa lloj inventari, përveç një shtrat për betonit edhe një batanie. Aty ka qenë një atmosferë e tmerrshme për moshën time, rreth e vesh që ishte e re.